Të dashur vëllezër e motra, rrugtimi I këtij libri, sinqerisht ju them, kushtimisht është maratonik. Pse? Sepse ka udhëtuar 18 vite rresht, që nga viti 2000-2001 e deri më sot, kur sot jemi në zemër të Brukselit, në zemër të Evropës Demokratike, sot simbolikisht e festojmë, por me këtë manifestim protestues paqësor, shpërndarjen e 751 aktakuzave të gjenocidit serb mbi shqiptarët. Faleminderit. Dhe këtë mrekulli nuk ne e bën të mundur fatkeqësisht kushtetarët tanë, as të Shqipërisë lëndineze, as të Republikës Kosovës, por ne e bën të mundur idealistët tanë, bashkëdhëtarët tanë, ne e bëri të mundur Ahmet Xhanaj me ekipin e vet, e sidomos me njërin prej bashkëdhëtarëve tanë që meritanti potencohet emri, I cili një javë rresht është munduar dhe ka sakrifikuar që ta nxjerrë librin nga burgu I aeroportit të Brukselit, sepse ky libër, respektivisht 4000 kg libra, 800 libra terrori Serbisë pushtuese mbi shqiptarët, janë mbajtur peng një javë rresht, përderisa adhëtari ynë, patrioti mirëfill Nezmedin Demiri me ekipin e tij e nxorri librin nga burgu dhe e futën brenda në Parlamentin e Evropës. Faleminderit shumë. Të dashur vëllezër e motra, projekti im, respektivisht projekti I këtij libri që e kanë shtruar 570.000 shqiptarë me gjakun e tyre të derdhur lëmë për 2 shekuj me radhë, përndryshe titullohet Gjenocidi serb, atak mbi një popull me kulturë të lashtë. Dhe prandaj mesazhi I këtij libri është: sot parasëris Parlamentit Evropian, zgjohu Evropë, mos se barazo viktimen me kriminalit.